Gjatë vitit kaluar, shërbimi kardiologjist në qendrën spitalore universitare Nën Tereza ka luajtur një rol vendimtar në shpëtimin e mijëra jetëve nëpërmjet ndërhyljeve jetike dhe trajtimit të rasteve më të rënda kardiake. Ky shërbim ka qenë në vijën e parë të përballjes me sëmundjet e zemrës, duke garantuar reagim të shpejtë dhe kujdes të specializuar për pacient nga e gjithë Shqipëria. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale bëri të ditur se gjatë periudhës janar-dhjetor 2025 në shërbimin e kardiologjisë janë kryer gjithsej 599 implantime aparaturash kardiake. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë, gjatë vitit janë kryer gjithashtu 2941 procedura PCI dhe koronografi, nga të cilat 1366 kanë qenë kryerje urgjente të realizuara në momentet më kritike për jetën e pacientëve. Këto shifra dëshmojnë kapacitetin e lartë profesional dhe gatishmërinë e vazhdueshme të stafit mjekësor për t'u përballur edhe me situatat më emergjente. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka shprehur falënderimet veçanta për drejtuesin e shërbimit Dr. Alban Dibra për profesionalizmin, përkushtimin dhe menaxhimin e suksesshëm të ekipit, si dhe mirënjohje për çdo mjek, infermier dhe profesionist shëndetësor që kontribuon çdo ditë në ofrimin e kujdesit shëndetësor cilësor. Shërbimi i kardiologjisë pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë vijon të ushtrojë kushte dinjitoze, trajtimin me teknologji moderne, duke u shndruar në një pikë referimi kombëtar për diagnostifikimin dhe trajtimin e sëmundjeve kardiovaskulare.